Ndërkohë, të dashur miq, Partia Demokratike po vazhdon aktivitetin e saj të përputhje me direktivat e Kuvendit të Fundit, organizimit, digitalizimit, vizionit, dhe këtu çdo ditë punohet me intensitet në këto drejtime. Por unë duhet ta mbyll këtë përshëndetje të shkurtër me thirrjen tuaj. Sot është një ditë shumë e veçantë për protestën. Sot shqiptarë nga mbar bota do të jenë të pranishëm në bulevardin e protestës, në uraganin e lirisë. Ndaj dhe ftoj të gjithë demokratet e demokratë të jenë sonte në këtë uragan që ka tronditur dhe ka bërë të pashpres regjimin e Edi Ramës. Faleminderit.